Konflikti ushtarak në lindjen e mesme ka sjellë tashmë një realitet të ri për tregjet ndërkombëtare dhe nëse përshkallëzohet do të ketë ndikime serioze edhe për ekonominë shqiptare në të ardhmen. Sipas drejtorit të Departamentit të Politikës Monetare pranë Bankës së Shqipërisë, Erald Themeli, jemi përballë një goditje oferte, e cila është e ngjashme me konfliktin ushtarak në Ukrainë. Goditje e cila gjithmonë nëse do të intensifikohet dhe do të vazhdojë të jetë prezente, do të ketë presion për rritje të çmimeve dhe po ashtu potencialisht do të ushtrojë presion edhe për frenim të ritmit të rritjes ekonomike gjatë vitit 2026 dhe potencialisht edhe në vazhdim. Ndërkohë, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë ka mbajtur të pandryshuar normën bazë të interesit në 2.5%. Po ashtu si dhe thuajse të gjithë bankat e tjera qendrore, Këshilli Mbikëqyrës analizoi me kujdes dhe përgjegjësi implikimet e mundshme që mund të ketë për ekonominë shqiptare, dinamikat e rritura të çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare. Dhe konkluzioni i përgjithshëm është që për momentin aktual është pothuajse në kufite të pamundurës gjenerimi i projeksioneve të bindshme mbi të ardhmen, mbi ndikimin që këto do të kenë të paktën në aspektin sasior mbi ekonominë shqiptare. Dhe në këto arsye, në këto kushte, për sa kohë është e pamundur të ndërtohen skenar ende të besueshëm zhvillimesh në të ardhmen, është po ashtu e arsyeshme që të mos lëvizet me qëndrimin e politikës monetare. Sipas Themelit, në fillim të muajit maj, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë do të rimarrë edhe një herë në shqyrtim qëndrimin e politikës monetare, pasi të vërejë të gjitha zhvillimet që do të ndodhin në muajin prill.